Rrugtimi për në Tetov filloi prej në Struk. Aty së bashku me Yıldızë Hasan, profesoreshën Yıldızë, gjatë simpoziumit të artit në Struk, erdhëm deri te ideja se ndoshta një punëtori e fotografisë së portretit do të kishte qenë e dobishme, sidomos për studentët e Fakultetit të Artit këtu. Edhe në ndërkohë e kemi mbajt komunikimin deri në realizimin e plot të këtij evenimenti, kësaj punëtorie. Kryefjala ose pjesa kryesore e punës që unë e bëj si fotograf i portretit është autenticiteti. Për krah krejt zhvillimeve të kohëve të fundit, të cilat çojnë drejt paraqitjeve shpeshe dhe jo reale, jo autentike, besoj se misioni i fotografit të portretit mbi të gjitha duhet të jetë autenticiteti. Fotografia duhet të paraqet autenticitetin e personit, sidomos në këtë fjalë, në këtë rast të cilin e fotografon. Edhe në botën digjitale, edhe në këto zhvillime kaq të shpejta teknologjike, njeriu megjithatë kërkon njeriun. Edhe realizimi i portreteve autentike besoj se ndihmon në krijimin e asaj ure ndërlidhëse mes njerëzve në domenin, në fushën e botës digjitale. Shpeshherë eksperienca e fotografit, dritëshkruesit, të themi ashtu, edhe subjekti që fotografohet karakterizohet me sfida. Nëse te i kalohen ato sfida, nëse krijohet një komunikim, nëse shkrepën një dritë ose shkrepën një ndërlidhje mes të dyve, atëherë më duket se fotografimi shndrohet në vallëzim. Atëherë të dytë janë pjesë e lojës, të dytë janë pjesë e porosisë, edhe fotografi edhe subjekti vallëzojnë. Njëri zhvishet në atë kuptimin figurativ para dritës së fotografit, tjetri përpiqet, fotografi në këtë rast, ta kapën në dritën më të mirë që mundet. Mençurinë më të madhe që e kam arritë është që ja kam leju vetes të bëj gabime, qoftë në realizimin e portreteve, edhe kjo mund të jetë një motivim a më mirë hiç mos të miresh me atë edhe të jesh i sigurt se nuk bën, ose megjithatë bën ndonjë fotografi edhe është mediokre. Vlerësimi i fotografisë është gjë shpeshherë edhe subjektive. Këshilla ime kishte qenë të miret hapi përpara, të bëhet rreziku, të bëhet gabimi, se prej gabimit më duket se mëson njeriu më së tepërmi.